Një grua nga Ohio fitoi një çmim prej $5 milion nga një bilet lotarie, disa vjet pasi burri i saj fitoi $1 milion nga një lojë tjetër. Gruaja tha se fillimisht mendoi se bileta që bleu ishte një fitues prej $20,000. Më pas skanoi biletën dhe pa se ishte në të vërtet një fitues prej $200,000, por kur mbaroi se gërvishturi, zbuloi se kishte fituar çmimin kryesor prej $200,000 për vit për 25 vjet, një total prej $5 milion. Jackpoti ishte veçanërisht i habitshëm, sepse burri i saj kishte fituar $1 milion nga një lojë lotarie disa vite më parë. Fituesja tha se paratë do t'i lejojnë asaj të shijojë një jetë të mirë në pension.